Diskriminimi ndaj sportistëve të Kosovës vazhdon të përsëritet në arenën ndërkombëtare. Këtë herë karateistët kosovar u përjashtuan nga kampionati evropian për kadet junior dhe U21 në Limassol të Çipros, pasi shteti organizator refuzoi lejimin e paraqitjes me flamur, himn dhe simbole shtetërore, duke pamundësuar trajtim të barabartë me vendet e tjera pjesëmarrëse. Vikendin e kaluar, do thotë që shkoj, është mbajtur kampionati evropian për kadet junior dhe U21 në Çipro, në Limassol, dhe aty Kosova s'ka marrë pjesë, për shkak se në komunikimin zyrtar që kemi pas me Federatën e Çipros dhe Federatën Evropiane, Çipro nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe nuk ka pranuar që ne të jemi të barabartë si gjitha shtetet tjera, që atje të paraqiten me hymn, me simbole, me flamur, por ka thonë që ju mund të vini këtu dhe të merrni pjesë në flamurin e Federatës së Karates Kosovës, që për ne ka qenë e papranueshme. Vendimi për të mos udhëtuar fare drejt Çipros u mor nga bordi ekzekutiv i FKK-s, duke u bazuar edhe në një vendim të MKRS-s që kërkon paraqitje me simbole shtetërore në garat zyrtare ndërkombëtare. Ne ndihem të diskriminuar dhe pa simbole nuk do të marrim pjesë jo vetëm në Çipër, por në asnjë vend ku nuk lejohen si sportistë të barabartë marrin pjesë në kushte të barabarta me të gjithë. Prandaj dhe nuk kemi udhëtuar fare për atje, kemi njoftuar bordin dhe kuvendin e Federatës, ne kemi filluar komunikimin ose kemi dërguar letrën e parë qysh me datën 8 tetor të vitit 2025, për shkak se kemi ditë që në vitin 2023 kemi pas problemin e njëjtë në Çipro dhe kemi ditë që mund kemi përsëri probleme dhe nuk na është kthyer fare përgjigje deri me datën 20 janar. Me datën 20 janar nga Federata e Çipros kemi pranuar një letër, një email ku shkruan që Çipro nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe mund të merrni pjesë vetëm në flamurin e Federatës. Mungesa në këtë ngjarje të rëndësishme sportive konsiderohet një humbje e madhe, veçanërisht për sportistët me potencial për të fituar medalje. Po ne patjetër që do të shtrojmë ankesë dhe në kuvendet e radhës do të ngrisim zërin që këto kampionate mos t'jepen në vendet të cilat nuk i njohin shtetet ose nuk ju mundsojnë sportistëve të marrin pjesë si të barabartë me gjithë sportistët e tjerë. Për shkak se është një humbje e madhe e sportistëve. Ne kemi pas disa sportistë potencial që në këtë garë të stolisin me medalje evropiane dhe aty ne ju pamundsohet pjesëmarrja në garë.